Unë me mamën tënde jam I lidhur. I gjeta pisetat në telefon me një tjetër tani. Prapë më honte. Pa videon babai tim. E ka faj vetëm tezet e mia. Mua vjen turp që më ta them trosh. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të jemi në Janin, do të hap dritaren për një djalë të ri, një 25 vjeçar nga Saranda dhe quhet Klevio. Ditën e sotme ky 25 vjeçar do denoncojë nënën e tij, zonjën Aurela Gjini, ku fatkeqësisht ajo ka ikur dhe ka braktisur. Por çfarë ka ndodhur në familjen e tyre do të jetë vet Klevio I cili do na I rrëfej këtë histori. Klevio, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje edhe nga mua nga Greqia. Lexova mesazhin që më kishe dërguar në Facebook dhe kërkoje që të flisje me mua, ti ishe sot këtu. Po, tesha, se pash emisionin tuaj dhe ke ndihmuar shumë njerëz dhe besoj se do më ndihmoni se s'bën, jo besoj se do më ndihmoni. Ju keni një problem. Po. Ç'a ka ndodhur me ty? Ta filloj historinë që nga fillimi deri te fundi. Para se të martohesh me babain tim mamaja, ku ka qenë e vogël shumë e re, te 20 ani vjeç që nuk më shumë mirë. Shmartuar me një nga Saranda, nga një fshat Saranda nga Kalasa, emrin tani me anonim. Po. Se ta janë të martuar tani nuk kanë faj, tani ti prishin punë atyre, të shkuara të haruara. Edhe mori ai ishte me dokumenta me tëra, mori këthe nga Greqia. Për çfarë viti bëhet fjalë që nëna u martua atëre me këtë person nga Saranda? Shumë vjet, nuk më mend të them të vërtetën. Ka shumë vjetë, pasi më të me babain tim, do me thonë, para vitit 2001, para vitit 2000, shumë kohë, më para. Qartë. Por ndalemi, nëna juaj u martua fillimisht me një person nga Saranda dhe erdhi në Greqi. Erdhi në Greqi dhe kjo tani zeshte me kunatat, shumë. Jo, më lënë mua të gatua, jo andej po koteja, histori grash, histori gatimi më të tash. Edhe zi është shumë, kishande I bënde, shëllonde, ate I nuk dinde gjë, motat e atyre nuk I thosh një gjë, hajde mëse, është e vogël, është e re. Edhe pasi mbeti një moment që ke pasur atë kupën, mbushë kupa edhe ndroj të më dhe I tha vllait vet atyre, shu kjo groja jote, nusja shtëpis, na bën këtë. Ai e pa edhe vet, nuk ishte halli, që mua histori ma ka treguar babai vet. Edhe gjyshim të tërë, di një historinë të tërë. Edhe kjo mama ime ka një zë shumë të lartë. Si në shtëpi vetëm, si në rrugë, e ka pak zërin shumë të lartë, e ke parasysh. Këtu dalë edhe portiste bënde, edhe I tha e ndajti. Edhe shojt e baba I saj me gjithë valizhi I tha, nuk kam nuse për shpion I tha, dhe nuk e vajzi për mua I tha. Më vonë pas taj, u martuar me babain tim. Babai tim më bëri mua, jam sot 25 vjeç. Edhe 100. Po, shumë faleminderit. Edhe ishin mirë, bëri mua, ishin mirë. Edhe momenti 2015 kjo të kërkonte punë. Ju keni jetuar në Greqi? Jo, unë erdha vonë në Greqi, 2021 që kam marrë në Greqi. A, ku keni jetuar në Shqipërinë, çfarë vendi? Në Sarandë. A, keni jetuar në Sarandë? Edhe para së vitit 2015, do me thonë në vitit 2012, ta filloj pak më para, 2012, mamaja kërkonte punë, edhe çoi babai im në Himar që të vendi, Sarandës, Himar, kishte një hotel. E njoh mirë atë vend se bëjmë pushime, e di Himar. Bravo, atje bëja unë notin detin e këto, pushimet e mia, për shembull, me marrë në Shqipëri. Edhe do të punë, çoti babai një hotel aty në Himar. Emri atij personi nuk dua t'ja përmend, nuk dua t'ja përmend emrin atij personit, se tash pak më parë se këto tipat janë familje sot, kam djalin ose vajzën sa mua, ose më të mëdhenj se mua sot. I qartë, është drejta juaj. Po, nëna filloi punë në Sarandë në një hotel. Çfarë ndodhi?
Edhe mirë të 500.000 lekë ati në muaj, 500 euro nuk e di, sa i qaj. Edhe kita një e përqevë në punë, në përqeti. Edhe i tha baba i tim punon, i tha, më duhet një punëtore tjetër, i tha. Më vonë, pasi 1 muaj, 2 muaj më morë, por i dhe të motën e vetë mama ime. A Gjirokastër, që rinë dhe Gjirokastër, në shtëpi, la Gjagërhot. Edhe, para se të vinë të motën, kjo tani kishte lidhje me këtë personin. Që është një bërë, një dini, a intime, më të tash, më duhet t'japë, dini kuptoni vetë në temë vetë zivër, s'ka nevojë. Juaj, kur filloi punë i marë, le të themi e tradhoi babain tuaj, u dashurua me personin që kishte hotelin. Po una isha i vogël shumë, baba im pra nuk e dinte. Më vonë, ajo kishte domethënë shtunë e dielën ishte pushimi të nanjeve të neve, kupton? Të neve, një ditë të ikte prapë. Po dielën ishte patjetër do të ishte ndarë atje të puna. Erdhi momenti që e takoi një tip baba i tim, i tha, unë ta them emrin, i tha, ta la anonim. Po nuk dua të nxjerrë gjë nga mua. E vërtet nuk e di emrin atij personit, edhe do të një video i tha, po mos ma merr për keq i tha, por për mirën tënde. Kush ishte ky person që takoi babain tënd? Nuk e njohim, domethënë nga i marra, domethënë ai punton, nuk e dim, themi të vërtetë, nuk dua të gënjej, dua të jem ashtu si realiteti, se unë jam njëri real shit, gjithmonë real kam qenë. Edhe i tha që do të bëj një video i tha, po unë ky jam tha, do të bëj këtë video, të lutem tha. Okej, pa video babai tim, e kupton vetë më tutje, s'ka rëndësi. Në atë video ishte nëna juaj? Putrem, duke putu, duke qeshur, duke ashtu, dhe po këte, ja fali babai tim, të kaloj ditën tem, pastaj më vonë, ja fali. Në vitin 2015, mama ime donte të gjej një punë, se kush i tha për punë në Greqi, ande nga Greqia, ku në Greqi ku jam sot për sot, janë nga këto gazeta panorama, si themi neve, si kemi në Shqipëri, që në gjejnë punë më të thash. Po. Baba im ka jetuar para në Greqi, 30 vite, pas më dhe mua, edhe ti greqisht e nuj, ti greqisht tërë, edhe i thot baba i tim, do një punë greqisht tërë. Baba im gjeti një amiku i familjes të vetë kanë këtu në Greqi të rëvëdhezi, gjeti një gazet, edhe ku të vimun i tha në Shqipëri të dërgoj një gazet, i thash ati ke listën e punave, qa punë e do. Okej, në regu. Edhe punë me plaka, majë plaka, ke parasysh. Po, i qartë. Edhe unë nisë pasaj kjo, për nga marrje për soti me babajin tim, për soti. Edhe... Kur themi nga mali, ajo iku në mënyrë ilegale në Greqi. Bra... Por, baba juaj, Klevjo, ti ke qenë shumë i vogël, do më lijosh edhe të pyes? O, pse ja? Ti ke qenë shumë i vogël dhe sigurisht këto gjërat i ka treguar babai më vonë historinë e nënës tënde që e ka tradhuar, ai e fali në 2000. Di dhe vetë shumë mirë se ne ndani ti themi neve kur itesh ka nga ca tipa i maj mend të vegjërisë, edhe ti do me thënë sa i do e vogël e kupton vetë. I maj jam një tip që unë jam ka memorie në vend, e kupton. I mban mend këto detaje që të kanë lënduar, sigurisht, të besoj. Klevjo, babai juaj në vitin 2012, kur e pa atë video, e fali në nënën tuaj. Dhe vazhdoi jetesën, martesën dhe në jetë të kishin sjell ty, motrë dhe vllake tjetër? Nuk kam, vetëm unë jam. Sepse problemi se mama ime ka qenë mushkërit shumë probleme. E sëmureve. Mua jam vetëm. Vetëm ty të kanë sjellë në jetë. Ajo kërkoi në 2015 të ikte në Greqi nga mali. Si lejoi babai juaj të largohej? Nuk vajti për punën fillimisht, vajti thjesht po ta shikua një punë dhe ajo edhe më vonë bëri një pasaportë dhe në radhën e dytë vajti me pasaportë njëherë e mirë. Ajo iku me shpresën që më pas do vije edhe ti me babai në Greqi? Apo do punonte ajo dhe do kthehesh prap? Ajo vajti për punë atje. Jo për në gjë tjetër, për punë. E qartë. Dhe u vendosën në çfarë vendi të Greqisë? Në Janin, gjithmonë Janin. Në Janin. Këtu afër me ne, në kufi. Po. Edhe pa punën i përqeti, edhe i pram nga mali, i tha babai tim që du mi pasaportë, i tha ka vendosur të punoj atë, i tha. Edhe mirë, okej, në rregull. Më vonë puri dhe të motën e vet me pasaportë, në rregull. Tezën tënde. Tezën time. Okej, në rregull. Kaluan vitet.
Vinte një në kash mama ime, një kash vite, ose një në kash muaj, ose një kash javë. Vizitonja, mua babajnë tim. Por për ty kujdesesh babai? Temi të vërtetën, po, babai, po edhe vetë punoja në Shqipëri, punoja dhe vetë, edhe mua isha që i vogël, jam një tip që nuk ka arritur më shumë babai as mama, jam arritur vetja ime, se unë kam punuar që moshën 12 vjeç. Edhe unë kam patur turp domat e familja. Jo po turp, tani 12 vjeç nuk është, domethënë 12 vjeç nuk është, nuk i detyruar të punosh, që i vogël, po. Unë nuk isha gati ambaja, unë tam frinuca, unë kam qenë i vogël edhe të vija nga ty, nuk isha kutëria, kupton, edhe ishte pak ajo, domethënë, ai ke parasysh në ne shqiptarë kemi pak atë racizmin e keq, atë negativitetin, çfarë thon ai, çfarë thon ky, ke parasysh. Gjithsesi, më vjen keq për ty, ke patur një fëmijëri që me prindër gjallë po i rritur vetëm. Ja rritur vetëm me të them të vërtetën, me takoja me babain, flisa me babain, nuk themi se takoja e takoj se babai e kam. Si kam maman, kam dhe babain. Babai më ka lindur bashkë me maman, se s'më ka lindur kafsha, kupton? Por çfarë ndodhi? Nëna vinte një herë në kaq kohë nga Janina të vizitonte, takonte ty dhe u zhvendos le të themi në Greqi, në Janin, aty jetonte dhe punonte. Po, jetonte, hante, pinte, gjaba, domethënë vetëm marrte rrogën e saktë, dhe punonte një plak, mande plak, plesh, domethënë. Po. Edhe në momenti pastanaj, unë nuk dijan që themi të vërtetë, në babai tim. Po babai tim e mori vesh, por nuk e besoja. Kisha një parandjen. Pak më mori me mama janë telefon. Më thot mua që do të vish këtë, thot mua. Po tu i thash. Mi më thot mua, kam gjithë një punë këtu, më thamë, kam gjithë këtë, edhe të punash këtë. Okej, në rregull. Punova unë nuk e di gjë, unë kisha një burg, një burg, vikte bënde me këto, po u s'dian gjë. Unë e kuptova pas 2-3 ditëve. Ti shko në Janin, nëna të merr dhe ti udhëton dhe vete në Janin bashkohesh me nënën. Po. Edhe unë mora shpimet time me qira, ka shapunën time, paguam vetë shpestimet e tëra, edhe kur asë një lek si kam prova mas. Edhe kjo mire një burë, vikte me këtë vinte për në spitali, vinte për në puna, ndej këtë ashtë doan që problemi vinte me këtë burë, nuk s'dian që unë më vonë e mora që më tha të vërtetë, pse të ma thotë me thënë ki tipi i huaj për mua, që është i huaj, në mos ma thotë mamaja ime. Do të mua unë me mama tënde jam i lidhë, ta. E ka të mamaja. Ishte personi që ta tregoi të vërtetën që kishte një marrëdhënie me nënën dhe nuk ta tregoi nëna jote. Po. Okej, thashun po, tani edhe unë të jemi martoni se pasin të punë dava, cili ka jetë në ti martohesh, unë martohem, hajde ja, jo shjeta, ta në shatë të bëjmë, unë divorcuam, sot jemi bashkë nësë jemi, kjo shjeta, nuk jemi vetëm, ja shumë popull, ka shumë njerëz që ndajen, divorcojnë, martoni. Nëna juaj nuk ishte ndarë akoma me babain tuaj? Akoma nuk ishte ndarë me babain tim. Dhe pasi ky person të tregoi që kishte një lidhje, një marrëdhënie me nënën tuaj, ti u përballet me... Unë shutitat, më bravo pak, po e mbajta vetëm, që jam shumë i fortë, të njohësh në fërmërinë time se jam rritur unë, me dhënë më shumë vetë një, më thënë vetë ja ime, ka mësuar shumë gjëra në jetë, me thënë ja ka ndalë jetë që i vogël, ka parë budallajin, ka parë të mëngjuri, ka parë, me thënë, idiotin, jetën, e ka mësuar jetën që i vogël. Por, kur u përballe me nënën tënde, ajo çfarë të tha? Pra, më honde. Ta mohoj? Ta më honde. Ajo kishte frikë tani, ajo thoshte tregoj djalit, ajo nuk të tregonte. Kaluan vite, më kaloi me tha të vërtetën. Po ja, kisha frikë që atë më thoshe ti. Po më mirë shpejt se sa vonë. Mua jam djalë jot. Ti të ka mama, atë që ndave ti që akoma se ke ndarë dhe kishe tjetër, atë ka baba. Më vonë tani, para një viti, më para, pati në Saran bashkë me të tipi. Por, sa kohë qëndrove ti në Janin me nënën tënde? Në tem të vërtetëm, të them histori nga fillimi fare, ka marrë në Athin, kam jetuar një vit në Athin, edhe 4 vite në Janin. Por, nëna juaj u divorcua me babain tuaj, kur, le të themi, ta pranoi dhe ty si djalë që kishte lidhje me këtë person, ky ishte shtetas grek? S'ishte ndarë akoma.
Edhe ai personi nuk kishte ndarë akoma. Ai personi i thash, nuk të marri, thoshte. Ajo i mori me të zori çante mbi këtë, i thoshte duhet të martohem me ti, të martohem me ti. Jo ande po këteja, jo ande po këteja. Edhe i thoshte ndar nga buri, po do nga buri smart do tu. Po ky është shtetas grek? Shtetas grek, shton me shtetas grek. Me shtetas grek ka pasaportë. Por pse nëna juaj nuk e ka divorcuar babain tuaj kur ajo do një tjetër tani dhe le të themi ka vite që jeton në Greqi dhe është ndarë me babain tuaj fizikisht? Po, është ndarë tani, para një vit i bëhet divorci, edhe pa babait tim të gjykatës Sarandesh bashkë me këtë, edhe kjo psa ishte me këtë burin, sa babait tim u fsheh pas këtë, i thot ki tipi pse u shen ti? Po ja kam frikë se mos shëlloj ti, babai ati djali tim mos shëlloj ty. Një ti tjetër vati prapë në Sarandë të nesme, prapë, po ca gjëra të vogla po ndarjen e këto. Po. E pa rastësisht takohet njeriu me njërin, edhe asmi takohet me asmi, nëse i miri me të keqen, nëse i miri me të mirin, prapë dali. I doli prapë babai tim. Babai me pa, kjo u fsheh. Nuk sheh pse të fsheshte edhe ta. S'ishte sheh. Ajo u dal tani me babain tim, okej, në rregull. Nuk sheh pse. Klevjo, çfarë të ka thënë babai? Kur ti, le të themi, e more vesh që nëna kishte një lidhje, ti ke folur me babain tënd? Ja ke treguar që... Po, ja kam treguar tëra, dhe unë e ditë babai me ti më mirë se mua vetë. Se babai tim me të informacione më mirë se mua. Babai juaj e pranoi ndarjen? E pranoi. Unë dua me së zori, tha. Kam që të marrë me së zori. Unë e dua jetën tëtë. Unë e dua jetën, ta jetoj tëtë. Sot babai juaj jetoni vetëm? Vetëm, edhe duhet ta marrë këteja, po më ka ndodhur ca probleme të tjera, se po të marrësh vetë me kalimin e muhabetit, muhabetit ta marrësh vetë vesh. Le ta vazhdoj bisedën. Një më falë, me ku njoh me këtë tipi, nuk u njojti vetë mamai me këtë tipi, njojti motra, bëri motra. Tezja. E Gjirokastërës, që ndihmoi baba im të dy të dërgojmë në Greqi. Edhe i tha, kam një shoqen time, i tha, të telefon, edhe kjo është numri, njëftë një veni bëni, e merë ki tipi. Kje ka emrin Jorgo Papa. Po? Jorgos Papa më përmetar, nga përmeti. Është nga përmeti, jo së është shtetas grek, ka marrë pasaport greke. Ka marrë pasaport greke. Do shtetas grek do me thënë në shtetë si i bje, është? Mirë, ka marrë në shtetësi, por është shqiptar. Komësia shqiptare, po. Bravo, okej, në rregull. Edhe i thotë, okej, marrë telefon ki, i thotë, okej, në rregull, takojemi, direkt, që lipu në makinë, pavarësisht në shtëpi duar marrëdhënie intime. Por këtë kush ta ka treguar ty për nënën? Vetë personi në fjalë. Partneri nënës? Po. Dale. Tani, edhe i momenti që vim tha mua, unë do të respektoj, tha, do t'imoj, tha, po dokumenta për letra, po çdo gjë më tha mua, fare në stënde, tha, po t'imoj. Unë i di që këtu më shumë jetë, as i bëjnë dokumenta tëra, do t'imoj, për dokumenta me tëra. Edhe i momenti që tezet e mia morë shumë i natë. Pse? Sepse unë që të pi dokumenta, dhe dokumenta bje me lekët e mia, ki vërtet të më ndihmonte, më ndihja lekun. Jo mos i bët dokumenta djalit, i të shëna mansime. Jo mos të vetë ajatë, do të punosi djali im pa dokumenta. Jo andej po këtej. Erdi momenti që vete njëti me këtë personi, vete ndajt edhe nga ki personi që martuar nga këtë motrat e ti, me saja. Edhe i thanë, lere djarë në mes të rrugës, lere këtë që ke marrë në mes të rrugës, hiku, nuk ti janë gjithë informacion, që të bëni kërkoni 2-3 ditë, jo ande po këtës në api telefoni, as bashkënok i ishë bashkënok i babaj tim, as tezja ime, as mamaja ime, as njëri vjen më thot ki mua ku është mamaja, është në punit e una. Vemi të puna bashkë me këtë të zotin, Jorgos Papa, i kërkojmë nuk është këtu. Që bëni vati mondjët e tezja ime vogël që është tonë në Kallamata, me Galopoli. Nëna humbi? Po. Dhe kur ka ndodhur kjo ngjarje? Humbi para një muaj më para. Humbi, po kjo e mora në telefon me telefonin. E kërkoja, më tha mua para se të ikte, më tha mua bëj mua lekët të tua, më tha mua dokumentat i marrën si hundi. Në 25 vjeç këtu më bu. Nuk i hapi dashuna, nuk i hap. Okej, në rregull. Pak më të më vonë. Nuk i hapi, pak minutë vetë në banjë una. Këto nga banja.
Kjo mori valigje me roba, ata kanë një punë tjetër, i tha jam në punë, jam këtë, jam dhe. Shkoj nuk ka lekët, nuk ishin lekët aty, më kishim 3.000 euro kishte ikur. Mamaja. Ku je, mamaja, ku je, nuk e marrë vetë. Ja, mi të prima, ja, mos bëj shumë, ja, se vajta, ta mo, pastaj thoshte nuk jam të vendi, pa thoshte jam të vendi, ja, kishte patin kallanak. Unë të nisë në vajti mendja, i them këtij tipi, pa më një tezën timi, i them mos e diet. Po më thot mua, është këtu te mua ata. Por pse kishte bërë nëna jote këtë veprim, që të kishte marrë lekët ty, kishte braktisur dhe partnerin e saj Jorgon dhe kishte vajtur tek e motra në Kallamat? Po. E kishte braktisur sepse motrat ja bën këtë. Motrat e ndan nga babai biologjik. Po. Që ka më, që ka bërë mua. Motrat e lidhen me këtë tipi, edhe motrat zgjidhin nga këtë tipi. Motrat i lanë një djalë në mes të rrugës. Unë këtu si të iki tani o deta, që këtu duhet të kesh dokumentat që të bësh punë të jepësh përpara, duhet të kesh dokumentat të jetosh vetëm, duhet të kesh dokumentat të jetosh të rrugën tënde, të kesh çdo gjë. Një me punë sot punoj, një nesër nuk punoj, një se punoj, një se mund. E jo tani, unë nuk e dua mamën time për interes, te ka mama. Unë e dua thjesht ta kem afër. Si ka punuar 2 vite, që kam qenë në Shqipëri edhe këtu që punoj akoma. Vetëm fërësika ta kem afër. Kaq dua. Asnjë gjë më shumë. Por nëna përgjatë këtij 1 muaji që ka ikur jeton në Kallamat? Kallamat. Po dale tani. Më vonë, para se të ikte, ranë në dytë prapë, si ku prapë ranë në dytë tani, e është muaj para, ranë në dytë ku prapë, para se të ikte. I gjeta pisetat në telefon me një tjetër tani. Është lidhur me një person tjetër? Po, i them unë tani kush është në mes të ti? Kush është ki? Në mes të këti tani që la, këti Jorgos papa. Të dhe qeshte, nuk e kam gjë më, po ja, jo dhe pa të. Okej, një rregull. Ikën këta, 2 unë isha në shtëpi, ikën tani se ki tipi, Jorgo papa merr me futa perimet, dhe mi të mamandime me vete, futa perimet shiste në Shqipëri, Greqi, kudo, të fshatra. Klevjo, sa vjeç është nëna juaj? Sonte është 49 vjeç. 49 vjeç. Tani të lutem, dua të pyes që të më tregosh këtë pjesë. Në momentin që ai iku në Kallamat, le të themi, të braktisi ty dhe Jorgon, si u kthye ajo prap në Janin? Sepse kjo tani u kthye se mamaja ime është pak mashtrime, pak gënjeshtare, sepse kjo do të qenë brim nga Jorgo papa. Pastozorit. Edhe ki thoshte do të maj una, edhe djalin t'i bën dokumenta, të vazhdoj jetën e tij, ta di që përpara mos ta mbash afër peng djalin tim. Se mua tani më ka mama ime peng. Do të thënë mos të çaj përpara tani që ka mundur të vendin Greqi. I thoshte dua që të brimi Lerja mos japë dokumenta djalit, se s'dua unë. Do vetëm që le brime së zorit. Nuk mos japë dokumenta djalit. Edhe ki mua thoshte ti më dokumenta, kismi bënë dokumenta nga që kishte lidhje me maman time, i thoshte mos i bë dokumenta dhe nga kjo s'mi bënte deri tani. Por ti me nënën tënde kishe folur që se çdo nën kërkon që i biri i saj të jetë i pajisur me dokumenta të rregullta, të jetojë. Po nuk donte se dëgjonte motrat. Por pse tezet ishi kundër teje, Klevjo? Sepse tezet e mia nuk doni dikja përpara sepse kishin shumë inat. Tezet e mia kanë shumë inat. Nuk doni të bëja unë dokumenta të rrejë përpara, të toja përpara, të vija në Greqi, të shkoja jetën për jetë më të mirë. Kem janë në Greqi për jetë më të mirë. Tu kem janë në Greqi për të na mori mandi për dhe jena shqiptar, prapë, sa dojnë në Greqi, do kemi letra, po s'kemi prapë me qërë vetë shqiptar. E qartë, e kuptoj. Por, ndalemi këtu, ishte Jorgo që i tha nënës tënde ktheu nga Kallamata në Janin? Po, edhe ajo kthye, pastaj ja do vi nesër ta. Pritim të nesërmën, këzuam ne bë ke parasysh, po ikën diçka ke një mllëv, por na vjen pak me hashëm atë mllëvin atë. Nuk erdhi të nesërmën, do vi pas nesërmën ta. Erdhi të pas nesërmën, okej, në rregull, shush, erdhi mirë. Okej, në rregull. Mua më thoshte do t'i moj kiti, me di këtu, në rregull. Ti jetoje, Klevjo, më falë që ndërpres, ti jetoje me nënën dhe Jorgon? Njani? Jo, Jorgo kishte shtëpinë e tij, unë kisha shtëpinë time më njanë, mamaja ime ishte në punë, punonte. Edhe ndonjëherë ku përshto më i dishte plaka e punës, vetë aty në një punë tjetër, një plakë tjetër, ishte të shtëpia ime. E qartë. Nëna ishte edhe të shtëpia e Jorgos dhe të shtëpia jote, e kuptoj. Dhe çfarë ndodhi? Ajo erdhi, u lumturua të dy që nëna u kthye, edhe aty u kthye partnerja. Po.
Edhe erdhi, do shte mua, i thot këtë tipi tani, i rëkoj papa, personin në fjarë, i thot, do vim përpati të vemi në Shqipëri, të nxjerrin vizën, t'japi kash lek pa të tëra këto të konsulatë të Tiranës tha dhe lekët i ka gati djali tha dhe do vemi. A ju e mori vesh, do pi dokumenta, okej, në rregull, thoshte mua në rregull. Mua më thoshte do të ndihmoj ki, u ishte vetëm me Jorgon, edhe mu nuk isha, i thoshte mos ja bë dokumenta djalit, se nuk dua. Se më ikën djali mua, më lë vetën do braktis. E kupton? A e kishte merakun se nëse ti do pajiseshe me letra, mund të zhvendosësh në Afin, të vjen në një qytet tjetër dhe braktisje. Puna ime do martohesha nesër pas nesër, do kërkoj një jetë më të mirë, dokumentat tani të hapin shtyri këtu në Greqi, si çdo shqiptar, kudo në çdo vend të botës të hapin, domethënë të hapet jeta, të hapet syt, si themi neve. E qartë, kur je i pajisur me dokumenta, je i lirshëm për të lëvizur, për të punuar, gjithçka. Të sigurohesh, ka plot benefite tjetër. Ka vjen momenti që moment telefon ki tipi mua, pëse sa mamaja jote telefonin, dhe mos të manë, po nuk e ditën. Kjo më gënje mama ime, jo ande po këtëja, tham kështu, jo qisa e motërë, jo ande po këtëja. I dhe më qa bë në banjë, që mbyt derën, e mbyt derën, ikne në banjë, mbyt të derën. Binte shi gut litar, dhim më riftot plefitoseve, e ditë e por jashta, fisën telefon. Unë vi nga puna, bja një punë me 3 orë. Vja në shtëpi darkë. Edhe më e kam pak gjumin e kesh tani, pak shkalleve që kemi, problemeve dhe nëzime se gjumin atë. Edhe nuk vinte, më në duke më bakami dhe ullet të zëri pa me pitonë butonave telefonit, ullet të zërin edhe frisën në vetë me batanije, ditë e jashtë, bëjnë atë, që më gënje dhe mua. Tjetër më thoshte mua, tjetër i thoshte Jorgos, tjetër i thotë gënjeshtra, tjetër i Jorgos. Pas e di momenti që i thoshte ndish djalin në Shqipëri. Për mua, ti kjo në Shqipëri. Por si e zbulove ti që nëna po e tradhonte dhe Jorgon? E zbulova nga telefoni, një, ka mesazhet e saj, nga telefoni Facebook-u vjetër që kishte. Një, edhe nga kontakte që fite telefon, nga gënjente. Por si reagoi Jorgo kur ti i the nënës që çfarë janë këto mesazhe, po tradhon dhe Jorgon? Si reagoi Jorgo se nëna më the e mohoi? Edhe Jorgo e kuptonte, e dinte, si puna ime. Që ajo e tradhonte. Bravo. Dhe çfarë ndodhi më pas? Ajo vendosi ti ikte prap në Kallamat? Iku prap, edhe një javë, 2 javë më vonë, nuk më hapte telefonin, e mbyte telefonin, i punon vetë, dili zdo vetës, jo andej, po këtë u kam 12 vjetë, qëtoj vetëm ja ka da zdo vetës, tani këtë del vetës unë. Punon vetëm, ha vetëm, i ka andej, për më andej, nuk më duhen gjëti mua, i këtë se të shokët e tu, nuk kam më takat, jo andej, po kënteja, unë i ka shkujetën time tani, jo andej, po kënteja, nuk da thonë gjë ku është, qa bën, nuk më me në kamer, nuk më me zëjnë e saja, nuk po të gjonë, dhe i them, do në gjë, ama i lutem, tani si djallë nën që jena i lutem, prap nuk do t'ja ti fare. Motra e përsodi këtu në Greqi, edhe motra e priti andeja në Greqi, ana tjetër. Kjo e përsodi këtu, ajo e priti andeja, e lidhe me një tjetër tani. 2 ditë më vonë, i pash mesazhet të konte zëmra ati tjetëri, kjo ande ja ishte grek puro. A ishe njëri taqis, ka roba mbjemri, zakonisht tani, që e ka mbjemri, se është greqisht. Nuk më të zëmra në gjëra më të thash, e më i thashë një ku e ke Jorgos papa, i thashë një ku e ke. U shudit e kia, u shudit dhe una, si t'ja bëjmë, si t'ja bëjmë. Aha, atje morën veç që kjo, terma thash me vete, terma do me thënë stop, thash me vete, mbaroj, ka ishte. Po mirë o teta, e mori atë tjetërin. Po nuk me duan këta motët, po si kur ti thoshte mamaja ime, motës të saja, ndajet i burin, ndajet i djali, do të ndani motrat të saja, familjen e tyre. Jo, ndërsa kjo të gjonë motrat, bën si tonë motrat. Edhe unë kam lezik që unë kam një fajta, nuk kam një fajka këtu në këtë mes. O ka frikë mamaja ime se kësënoj motrat, ka frikë, ose i kam bush, ose do me thonë, është shmondur, do me thonë, kash ishte, do me thonë, është shmondur, do me thonë, vajti momenti që kash ishte. Klevion. Më tani, njëzit e mamas time, i thonë,
ish buri tani, ish buri, si ta themi ne tani, Jorgos Papas, i thonë që jo është e plaka, punon. Mua më thonë, është në Shqipëri. Tjetëri i thonë, nuk ka burë, nuk do burë. Jo që është në manastir, andeja është së muri, në prit të që më thonë. Tani gënjej, mashtrojnë. Tani, unë du kërkoj maman time, kush janë ndezet e mia të prishë mua familje time, ma ndau nga babai ndezet e mia. Ma da nga buri 2. Ma da nga buri 3. Se çdo gjë që këto gjithë to burat, e ka faj vetëm ndezet e mia. Unë ndezet e mia, nuk e kam bërë asnjë gjë ata. As e një gjë, as nuk e ka marrë lek, as nuk ka ngrënë bukën, as nuk e ka piruin, as nuk e ka hëngër mutin. Si ta them më fal, po fjalë banale, asnjë gjë si kam bërë, kam pëndar në xhepi tim më ka mbajtur. Jeta ime. Tani kush e në tonë tani pishë mua, tani më tregojnë se kush ma mbajtë, të tërë tezet e mia, të tërë e di, edhe mua s'më tregojnë. Ti sa ko ke vetë, Klevjo, që nuk e kontakte me nënën, që nuk e folë? Maksimumi 1 muaj. 1 muaj që nuk fletë? Sot, 1 muaj. I bie të... Kam kontakte, po vetë me mesazhe, më shkruan me mesazhe. Nuk po merr kamerë, nuk po merr me zë. Edhe më bën blok pas ndonjëherë. Mes bloku më bë prap, mes bloku më bë prap. Pasi më provokon dhe mua, po provokoj djali më det ato si është më mirë, me mami po pa mami. Si është më mirë, mami po pa mami. Djalit e tyre, tenzja ime, Gjirokastër që puri babai bashkë me mamën time punë në Greqi, e ka djalin 30 vjeç, jam e mbante në shtëpi, 32 vjeç, i dori fati gjet një shok shqiptar, një punë, mosha ndi nga ishulli i Greqisë Atinës në lart. Edhe e flet të pëfsha syrin, të pëfsha babi, të do babi shumë, i flet telefon, ndërsa mua më largohen. Unë që ka punuar që i vogël në Shqipëri, ndërsa të derzja ime djalin e mbante me lek akoma. 30 vjeç e mbante në shtëpi. E qartë, e kuptoj, por thjesht fakti që ti ke 1 muaj që nuk i dëgjon zëri nënës, po flet vetëm nëpërmjet mesazheve, ti dyshon që ajo nuk mund të jetë nëna jote, i dërgon dikush tjetër mesazhet. Po, bravo, se unë them këtë. Bravo. Tu tua tirja unë tani. Më shtove në shtek. Unë them se në WhatsApp-in e mamas time ka dhe tezja ime vogël që e ka strehuar aty pas me punën e saj. Se ajo ndonjë mamaja ime, unë e njoh vetë, unë e njoh maman time, sa njoh se njohin të tjerët, se unë e kam mend. Ajo ngatorohet kur shkruan, në vend të thotë Odeta, thotë Ometa, më fal, ë? E qartë. Ngatorohet. Ndërsa këto ditët e fundit flet sikur s'pa gabime të pastra fjalë palaçesh, kur nuk ka të mama ime mua palaço e pirdu, nuk të dua më si djalë. Nuk e urije jetën. Kur nuk ka të mama ime këtë? Pse edhe këto mesazhe të kanë ardhur në telefon? Po, i kam telefon me kontakte me mesazhe me tëra, me screen, me kode me tëra. Po ja mua më vjen shumë turp që unë të gjë nga mama ime këto gjëra. I dashur Klevjo, por me tezet e tua, nuk e mundur do të flasësh me atë që është një Janina? Tezet e mia nuk dua modet e tyre, do më duan mu. E modet tezet e mia ma prishin mua maman time, se mama ime nuk ishte kështu para një viti të kaluarit. Mamanën time ma prishin motrat. Ajo dëgjon që ato bën motrat. Tani, është një motre kësë e vogël që ka mbajtur në një vend që quhet Megalopoli, quhet vendi ku jeton teza ime vogël, quhet Megalopoli. Po. Dërsa në një vend tjetër quhet Kalamata, nga Megalopoli është domethënë qerekore, sa të 25 minuta. Po. Nga makinë. Tani, që vajti, aty në rregull vajti aty, edhe i pash mesazhet una në telefon. Jo zemra i tërgon të tipi këti grekut, jo shpirti, jo Andrej, po këteja. Tani e marrë në telefon, më thoshe mua, unë bje mamani të muna, unë të muna vesh në shatë, jo nuk taj po maman tia, se unë jam do me thënë motre saja. Por unë jam djari, që këti para mua, unë jam djari, kushe ti të bëdash mua me ka motre, kushe do më shumë, unë tani që kam mama, apo ti që ke motre. Jo, nuk qeto ti atë në të këndon, jo se ti e qëllon, maman, kështë e këputur si ku e qëllon. E vlet, e bën. Kështë e këput gënjestra. I kështë i marrë dhe jo në telefon, ti me bashkë me djalin, e sa ja e qëlloni. Kur e qëlluan e atë? Që e kemë bërë, që e qëlluan fare, ore? Pra, ju ka akuzuar tezja se ju, Klevjo, e keni dhunuar nënën së bashku me Jorgon, partnerin e saj të dytë, atë nga Përmeti. Po jo, more, jo. Jo, po them, tezja të ka akuzuar për këtë gjë. Po, kaq.
Jo, sepse e kemi bërë ndonjë asë gjë. Ajo i ku thjesht e mori natë, se unë i pashë tratoj. E qartë. Tratoj. Tani, i thonë, do të theme dhe këtë, do të theme që të fundit, ta kuptosh. Tani, në të të gojë më real, i vërtet. Me juve. Tani, i ku atje, okej. E merë Jorgo Papa në telefon, i thot, bjerë këtu i thot, do t'a dimoj unë atë, i thot. Si që kam petuar, do t'a dimoj unë me lek, me të tëra, me valitet, se po të mirë të edhe Jorgon, do mirë të mbërdytu dhe me valitetin, do t'a dimoj se mama i me së murë, me dokumenta, me qelebrimin, me ato të spitalit, shëndesi, do t'i mirë të, do me thënë mirë të dhe lekët, do mirë të me pash me pashapo greke, do me thënë e kupton. Po. Edhe do ishte që kishte asë në qëtë të t'i mungonde. Do ta kishte afër, doktorat me këtëra, do kishte që me thonë çdo gjë në kontroll të ishte. I thot tani, Tezja, i thot, ka që kishte me ty, i thot, i plasi pyta, nuk të donde më, i thosht, i plasi pyta, po ke kalon djali, mirë mua hajdi, i thot, nuk ka burë. Po djali, më falë, duhet ta them, në p***ë më së vete. Një dhe dikit e babaj. Klevjo, por mama e jote, çfarë përgjigje i ka dhënë Jorgos Kuriku? Nuk të dua më? Asnjë gjë nuk të thonë, që mamaja ime ka bërë tani, si ka bërë babai tim, që iku nga babai ime nga mua tani, iku në Greqi, edhe nuk e dinim gjë fare ne si pa ditë vërcuar akoma, panda nga babai, ma shtu e bërë tani këti Jorgos Papa. Fshevazi, po sigur babai im fshevazi, edhe nga këtë tipi fshevazi iku. E nuk dim ku është, çfarë bën, nuk ta tregoj të vërtetën. Dhe ajo që ti dyshon është se ajo ka filluar jetën me shtetasin grek, ka filluar një jetë re? Po, jam i sigurt, jo 100%, po 1000%. E kam dhe një video në telefon, do ta dërgoj. Çfarë? Qa kishte edhe të WhatsApp-it, të story WhatsApp-in. Ma i pak telefonin. Po munde. Video në mëstuaj. Një video në story WhatsApp. Që e ka hedhur nëna juaj, Klevjo. Po, e kishte hedhur, do me thënë të story WhatsApp-it, po da një shuaj të po momendi, po unë e kam për screen e kort të tëra, edhe kam, pro. Dhe qa ka në atë video? Po atë video as vetë se kuptoj, jo nuk është këtu, e jo aty, po atë nuk e kuptoj as vetë se kuptova mirë. Ka është me një grek aty, se qa bën aty në ato kroniza, nuk e di qarë është ajo, edhe kash, asë i gjë më shumë, asë i gjë... I të Klevjo, nëse nëna juaj do të dëgjonte, çfarë do i thuash sot nënës? Unë them të kthehet, mos dëgjoj më motrat, të dëgjoj vetën e saja, të dëgjoj zemën e saja, që qa për me babajnë tim, okej, unë da, u bët, të ndajem. I lej prapa çdo gjë, që filloj jetën nga zerua prap, t'i haroj të çdo gjë, mos dëgjoj dhe motrat të them një prap, ta përsërit që të dëgjoj mirë mama ime, se që shumë motrat, të kthehet këtu, t'i japen të paktën, po nuk kthehet, e ka vendosur, nuk kthehet, të marrë burin e huaj në telefon, që ka në pezu lidhje, ka vajtur, i ka bërë për bashkëtes, po çdora ka lënë një letër hapur me këtë Jorgos Papa në pozicion për letrat që të martohen, i ka lënë të hapura çështje, edhe ka ikur ka bërë, t'i jap një përgjigje këtij, t'i jap një përgjigje mua ta dim. Mua më ka lënë në mes të rrugës kjo mama ime. Pa letra jam, një me punë, një pa punë. Këtu po s'pate letra, këtu nuk do të pi, nuk ka asnjë gjë s'bën do të ta. Por tezeve të tua, çfarë do i thoshe? Tezet e mia vetëm me kaq. Të esh dorë nga mamaja ime, të eshin dorë nga mamaja ime, të eshin dorë, mos të mere me maman time, të shkojnë djemit e tyre, vajzët e tyre, familjen e tyre, mos me maman time, edhe me mua, se qa të bëj unë jetën time, për maman time. Edhe ta bie maman këtu, e ato e din se ku është, e ta bie këtu te mua ku është. Nëse ajo e ka vendosur, që nuk kthehet më, po mua më ka dhe, do me thënë, më ka dhe djalë. Jam djalit, unë jam vlejta kur kërkoj, kam djalë. E kupton? Po ajo nëse ka vendosur, arrëm, mua vjen turp, që më ta them trosh, që me këto që mirë hajde 1, 2, 3 bura, po ka ndrua shumë bura, sa ta thash pak më parë,
Është i 90 i burr, 11 i burr. Po mua vjen shumë turp që më thonë, unë nuk e bi veten të dalë në televizione, sepse nuk jam në ata fëmijët, po mua më detyroj halli problemi. Po këto haxhi kam una, besoj se ta kenë shumë njerëz të tjerë, besoj mos ta kenë asnjëherë këtë haxhi që kam unë. Ky live do ndiqet nga nëna juaj, nga tezët e tua, në momentin që ato do më kontaktojnë. Më fal pak ndërva muhabetin, po këtë faj më të madh e mbështes buri i motës të mamas time që e vogla që është tani po mendin në Kalamata me Galop. Edhe ai kishte thënë Jorgos Papa, nuk të donte më kaq e kishte, kash mase kaq e donte pyetha, ta flas hapur pak në an, kash donte, u tall me tyra, nuk donte më, të thajte lam të mirë. Po këta ja nuk tha as lam të mirë, të paktën thoshte as po, as jo. Po thon asnjë gjë. E qartë, kuptoj, ajo më... Edhe etapa se të masë do ikin në semaforta. Pas do ikin të punojnë në semafor. Ajo la dhe plashkët e saj këtu, e la tëra, çdo gjë. Edhe prust plashkën e saj e ka. E kupton? Mund t'i thoj Jorgos lam të mirë, po ndaj teje të ka djalë. Dhe është pa kuptueshme që një nën të largohet. Pse po të gjën motrat? Mirë, Klevjo, ne do mbetemi bashkë në kontakt, uroj dhe shpresoj që nëna të hapi telefonin dhe të flasësh me ta. Nuk më hap mua telefonin, asnjëri. Besoj inshallah të ta hap telefonin. Uroj të më telefonoj mua. Mirë, të përshëndes nga Tirana. Edhe unë. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse edhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.